Edi Rama e pastroi partinë nga të vjetrit dhe tani do të ketë në parlament filiza të rinj, por Babloku e di se ata mund të bëhen meme si puna e deputetes së kërpëratave dhe në festën e PS-s, dha udhëzime që ata të edukohen. Ndërkohë, grada e vjetër ka marrë udhëzime që të përgatitet për zgjedhjet vendore, edhe pse nuk foli qartë, Rama po përgatitet për zgjedhjet në bashkitë pa kryetar, teksa nuk përjashtohet edhe Tirana. Përpara se ta mbyll këtë fjalë, që është një fjalë për gëzimi, por edhe angazhimi të përbashkët, duhet të prek nevojën emergjente që kemi për të ndërtuar në këta muaj transicioni mes dy mandateve një bazë nisjeje të posaçme, që rruga drejt finishit të Shqipërisë 2030 të nisë me hapat e duhur dhe me shpejtësinë e duhur dhe njëkohësisht të karakterizohet nga një qasje vetkorrigjuese në çdo drejtim dhe në çdo hap. Për këtë na duhet një volum pune përgatitore i konsiderueshëm deri në shtator. Besoj bijem dakord dhe po prek shumë përcip ta zgjidh disa pika që ju ftoj t'i pasuroni ditët që vijnë me propozime të tjera. Së pari, Akademia Politike duhet hap në gjysmën e dytë të qershorit një sesion të posaçëm për të gjithë deputetët dhe deputetet që do të hyjnë për herë të parë në kuvent, ku do duhet edhe ndihma e deputetëve dhe deputetëve me përvojë pavarësisht nëse do jenë ose s'do jenë në legjislaturën e ardhshme në kuvent, dhe besoj se nuk do të mungojë gatishmëria për këtë ndihmë. E dyta, duhet të organizojmë disa mbledhje të mëdha pune, një apo dy ditore në Tiranë dhe jashtë Tiranës, me grupe të kyçe të interesit për suksesin e mandatit të katërt, ku të ulemi shumë shtruar dhe të përpiqemi të marrim vesh sa më shumë, në mënyrë që të kuptojmë sa më shumë se sa dhe ku dhe si duhet të vetë korrigjohemi me protagonistët e botës së inovacionit teknologjik, me fermerët dhe me agropërpunuesit, me përfaqësuesit në ndërmarrje prodhuese e me radhë. Lista është e hapur për propozime, por thelbi është që është një kohë e artë dhe është një nevojë etike që ne, dëgjimin e njerëzve që jetojnë përditë me problematikat që ne përpiqemi t'i zgjidhim nga lart dhe nga larg, ta bëjmë shtërues. Jam i bindur që do mësojmë shumë dhe do jemi më të sigurt në hapat që do hedhim më tej. Së treti, në udhëheqjen e drejtuesve politik duhet të nisim menjëherë përgatitjen e hartave të veprimit për zhvillimin e qarqeve drejt Shqipërisë së 2030-s, si dhe duhet nisim menjëherë paralelisht punën për zgjedhjet e ardhshme vendore, ta ndër të tjera Rama.